Në një jenë më të madhe dhe më të thellë, fillimisht do të shtojmë 2 banane. Bananet unë po i përdor pak më të mëdha. Vazhdojmë tani të i shtypim bananet mirë. Vazhdojmë tani që tek bananet të shtojmë kokos. Kokosin do ta shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Dikon parapërsisht do të na duhen 100 deri në 120 gram kokos, por mos e shtoni gjithën për menjëherë, sepse mund t'ju bëhet shumë i fortë brumi. Dhe këto ëmbëlsira janë vetëm me këto 2 produkte, vetëm me kokos dhe banane. Vazhdojmë tani të përzijmë mirë që të sigurohemi në densësinë e brumit. Dhe brumin e kemi gati, pra duhet të formojmë kështu një brum mesatarisht të butë dhe unë në total për 2 banane kam shtuar 100 gram kokos. Pra do të ndryshon sasia e kokosit nga lloji i kokosit që po e përdorni. Nëse kokosi është më i imët, do t'ju merr pak më shumë. Nëse është pak më i trosh, do t'ju merr më pak. Vazhdojmë tani dhe ju japim formën. I bëjmë një herë në formë rrumbullake, pastaj i shtypim pak me duar kështu. Matësin mund të bëni si pas dëshirës, mund të bëni të mëdhaja, atë sa keni dëshirë ju, unë do të bëj kaq, mjaftueshëm. Një tepsi afër vetes, brenda tepsisë shtrojmë letër përpjekje, dhe këto janë letra përpjekje, nuk janë gazeta, ashtu si shumica nga ju më keni shkruar në shumë komente, pra është letër përpjekje. Është me dizajn. Dhe pasi ju kemi dhënë formën gjithave dhe i kemi renditur në tepsi, vazhdojmë që t'i pjekim. Fura është e parangruhur në 200 gradë, do t'i pjekim vetëm 10 minuta, jo më shumë. Duhet vetëm të thohen pak, të mblidhen produktet, ngjiten, të lidhen dhe i kemi gati. Pas 10 minutave janë pjekur dhe janë gati. Duhet duken diçka kështu. Pak të krisura, kanë ndryshuar ngjyrën, e kanë marrë një ngjyrë pak më ngjyrë hiri. Lejojmë që të ftofen pak dhe të vazhdojmë që t'i dekorojmë sipër me pak çokoladë. Sipër do t'i dekorojmë me pak çokoladë të shkrirë për t'i bërë ato që duken edhe më të bukura, por edhe të na shijojnë më shumë. Nëse keni dëshirë, çokoladën mund ta lini anësh dhe mos ta shtoni, por mua më pëlqen që t'i dekorojmë me çokoladë.